Jo, të pasha zote, i ko po alë, ko të morë bukë veresi, s'ka me qa më blemo, veç një bu s'ka. Krize modhe, penzijat, të përshavu 150 euro për gra që s'kanë punu edhe këta ples, që s'kanë po punë kërë. Une, si inxhinieri Kekut, 221 euro kam si mas ligjit, këtyne ligjit 200 pëthujt, vetë vendusës. Ja, s'ka ko gjeq. Sa vjo vjen fatura juve? Une, e ko pas 250 euro, tash 333 euro. Apo mundin mja dojnë mi pagu fatura? Po jo, më japin pare, dikush e marrë ho, të mish, të vlaznije, dojtë, boba, gjithë më japë nona, thëtë, pa bukërije, pa të dhomë, mësë më hi bashkë në shtetë, thëtë ujtë me pi shtetë nuk o mirë, se më vojë pe udhëhesi që fore ki, që i kitë këshit kur mësë ha bukë në kekë, se gjëna pe, jo, dhe s'ja, s'ka s'pare, s'ka për që ka më marë. Është vështirë të jetohet në këtë mënyrë. Për arsye se shtretimet e këtilla, kjo e rrymë më shpahat të tjera të pastaj do vinë varge vi pas kësaj, sepse po të ishte vetëm rryma hajde, do të kishim përballuar disi, por kjo do të shkaktoj pastaj shtretimet varge vi të gjërave të tjera, sidomos të atyre që janë të konsumit të përditshëm, të cilat nuk kemi shtek pa i blerë. Pastaj ne që jemi edhe pensionist, si do t'ja bëjmë? Do na duhet që ti heqim disa barna nga shëndeti ynë për të paguar rrymën ose për të paguar këto të tjera shtrejtime që do vinë, që që për shembull bërlogu, pastaj tatimet, pastaj po vinë këto varge vikë që është shumë vështirë të jetohet në këtë vend që jemi tash.